Kryetari ka dalë në vizitë, ndihma jo, për qeverisë kur nuk ka pas, po domet janë dikon drejt 50.000, 60.000 janë domet. Investime, këtë qitash që ka bo investim dikon 1,5 milion. Çdo vit e rrok, ka rast 2 herë në vit e rrok. Po njeva si dhimt kur e pashën këtë gjendje, vitin e kaluam këtu janë bon shpenzime të jashtëzakonshme. Shumë ka bo dome në fush, në shtëpia, në vetura, në teknik. Përshëndetje për të gjithë ju shikues së dashur. Sot ndodhem në Voljak, më saktësisht tek Guri i Zi këtu në Klin, ku siç po e shihni mbrapa me është gjendja tmerruse. Po pranë vetes se kam personin adekuat i cili do na flet për gjendjen kogja shqetësuese. Po, ndërmësi. Gjendja peshohem edhe vetë qysh është, ku kemi një vërshim të madh për disa lumeu që ka ra dhe shi. Këtu është dome shumë i madh, ndodh çdo 2-3 vjet, çdo vit domet janë shumë të mëdha. Tash këtë gjendje keni pas edhe ma herët? Edhe ma herët e kena pas. Para 2 vjetë, 3, saktësisht, ka ndodh shpesh, po qëtu janë senet që... A keni pas ndihmë ose a kanë qenë organet kompetente me po këtë gjendje? Kryetari ka dalë në vizitë, të gjitha restorantet edhe në për Klin. Ndihma jo, për qeverisë kur nuk ka pas. Kështu si pritet me këshyre si vetë, me dalë inspektorët me këshyre gjendjen sa janë domet e mëdha. Sa është vlera e domeve, rafërsisht? Si keni pas të ma herë? Po domet janë dikon drejt 50.000, 60.000 janë domet. Po tash ta shohim, në bazë ta këshyrem ku të po shënojt, me hi me këshyre dhe shohim sa janë domet e mëdha. Me qenë se kjo është paka shumë edhe një fatkeqësi natyrore, mirë po këne fajsoni jo tjetër? S'kem shumë me fajsum. Kërkon, kryetari ka intervenu 2 herë, po prapë kjo ndodh puna rreshqeve të mëdha që bohen. Edhe rreshqet ka ndodh në gjithë Kosovën, po shihet në tanant. A keni pasur dome të tjera apo vetëm këtë pikë këto? Jo, vetëm këtë pikën këtu. Pjesën fshatit Voljak, unë jam i fshatit Voljak, nuk kena pas dome, këtu po. Tash duhet krejt prej xhepit ju? Prej fillimit prej xhepit tonë. Se nuk ka ndihmë. Tash ta këshyem për qeverisë nëse bon diçka. A keni me parashtru një kërkesë? Po duhet me bon kërkesën, tash dalin edhe inspektorët e inspektojnë domet. Ta këshyem. Këto te Guri i Zi ku e njohin krejt pan? Guri i Zi, veni Voljak, komuna Klinës. Sa kemi restorane këto vend? 2 tjera, Guri i Zi edhe ai tjetri. Edhe ajo është Guri i Zi. Guri i Zi 1 dhe Guri i Zi 2. Që sa ku the? E keni hap? Restorantin. Po. Që dikon tash prej fillimit që kena hap me 26 prill. Të atij vitit 2025. To ka qenë pi 2000-tës është restoranti, po. Prej 2000-të, sa herë keni pas dome kështu? Ka pas gati çdo vjet, më të thonja 15 herë, 20 herë ka pas. Çdo vit e rrok, ka rast 2 herë në vit e rrok. E sa keni pas investime kur e keni rregullu? Investime, këtë qitash që ka bo investim dikon 1,5 milion. Që e ka ble dhe ka investu. Tash me dome po shkon. Drum faleminderit shumë se të marrë kohë. Më gjatë. Që keni gjetë kohë me ardhë. Po më vjen shumë keq unë qëllova si kalimtar i rastit, këta pronarët i kam edhe nipat fshatit aty. Unë gjeva tepër i zhgënjym, po kjo është proces natyror, se nuk mbaret prej nesh. A e fajsoni dikën tjetër, përveç se kuptohet që është fatkeqësi natyrore? Jo, nuk muj me fajsu kërkan, për ndryshe është fatkeqësi natyrore, nuk është hera parë se ndodh kjo punë kështu. Ka ndodhur edhe vitet paraprake, po njeva si dhimt kur e pashën këtë gjendje, se vitin e kaluam këtu janë bon shpenzime të jashtëzakonshme, a bon një renovim i hatashëm. Tash po shifet çfarë gjendje ka ra kjo kështu. Ju i cilit fshat jeni? Unë jam prej fshatit Dobidal. A keni pas dome? Po kemi pas aty në fshat në Qefllak, i ka marrë do familje, ju ka hi ujtë mrena. Kemi do dhe që komunitetit të rëbë se ju ka hi ujtë mrena në fush ka bo dome të bukur, të jashtëzakonshme, po shka me bo, proces natyror.
Kanë ardhur organet kompetente me po gjendjen e fshatit? Po, kanë ardhur kryeshikues, policia, kanë ardhur i kanë shoqëruar. Pas ndihmë? Njëherë për momente në la kur gjanë për ndihma për me evaku njerëzit ka pas. Ti personalisht ka prek? Afër brenda në shtëpi brenda hynë, s'm ka, po afër aty po. Po shihet gjithandej në çdo cep të Kosovës ka dome. Gjithka. Përfshin prej Kramovikit, Rovecit, Qifllakit, Dabidolit, Denit, Ratkovcit, shumë ka bo dome në fush, në shtëpia, në vetura, në teknik. Sa është lira domeve që tu kanë? Dikon rreth 7-8 euro po. I kishe vetë, katastrofë është. Përshëndetje për të gjithë ju shikuesit e mediumit shqiptar që krejt nga ona Adeja. Sot ndodhem në Malishev, më saktësisht në Mirush, ku siç më tash e dim që Kosovën e kanë kaplu rreshjet e shiut tashmë e sot ditë. E ne sot kemi ardhur me po gjendjen për së afër. Siç po e shihni edhe ju, uji ka dalë nga shtrati, por sa ju ka dalë në dim banorëve të këtij fshatit, mbetet me u kuptu posa ta gjejmë dikë ta intervistojmë. Pasi që tashmë po e dim se gjendja thuajse është e njëjtë në çdo cep të Kosovës. Po mundona me taku ndonjë banor me më tregu se sa dëm e ka bo, këto rreshje shiu, gjithsesi po ju lëm me pamjet në vazhdim. I kishe vetë, çka me të regu? Katastrofë është. A ka dalë dikush në ndihmë? Që kënena ju, pashijet. Pasojat është shpashihen, pa më një me vërtitu edhe vetë, se është pak alarmante, se kanë bëllë do me materiale shumë, edhe në vishina rastësisht